Unë nuk kam mendjen tënde, nuk dalë me zarf të zi. Më kupton, s'kam mendjen tënde unë. Unë kam mendjen time. S'do më diktosh ti mua se çfarë duhet të bëj. Më kupton, siç unë nuk të diktoj ty. Nuk të kam thënë shkofo, dëgjoha fjalën tënde, të luaj vetëm, okej. Po nëse tani hidhesh dhe më kundërshton dhe futesh tu në mes, do të them, shiko pak veten se çfarë bën, dhe atë gjyko të tjerët. Çfarë kam bërë dhe çka kam arritur. Ti thash jos. Në rregull. Unë me advajzë kam gjetë kohën, po ti kështu të nxjerrësh. E ke gjetë kohën. E kam gjetë maksimale. Dhe kam arrit një lloj pike. Dhe ç'ndodhi? Dola jashtë shtëpie. Pse çfarë bërja? Pash një vajzë tjetër pastaj. Ku ngajte? Një vajzë që pas ka dëshiruar me lut vetëm. Askënd. Dhe që dëshiron. Një vajzë që Jozi më ka dhënë mua të drejtën të luaj dhe bëj çfarë të doj. Dhe vajzë në 500 meshkuj dhe askush na. Një vajzë. Po jos, të keqen tani. Pas ka thënë. Njeriu që thua ka marrë 500 femra, por pa zotin tani. Është tjetër gjë. Këto humoristiket e tua i marrim dhe i argumentojnë për gjëra, është si një imar, hedh një gur në lum, hidhen 40 dhe se nxjerrin dot. Ditën kur kishim martesën, çfarë u çun than për atë vajzë? Për atë vajzë, çfarë u çun than ditën e martesës? Kjo ka një kurorëzim jashtë. Kush më? Sa ma ndjeu. E kam thënë unë? E kam thënë unë këtë gjë. Rrethi jot. Jo, ore, mos fol për rrethin tim, unë jam unë o burido, nuk kam rreth. Ti e unë, për ti rrin me atë njerëz që Nuk kam rreth unë. E ka thonë Livia, e ka thonë Gjesti, e ka thonë Rozana, ja ka fut. Po pra, po si jam unë atë rreth. Shiko. Si që shef, unë rrinë në cep të koltukut. E ke parë se kam një vajzë, një shoqe afër, që shprehet me ndjenja, dije se jam edhe unë. Kjo është mësu me lujt, o zemra. Kjo është mësu me lujt. Ku më njefti mua? Ku më njefti mua? Si që mësu Rozana, këto janë... Ku më njefti mua? Ku më njefti mua, më buri dhe? Ku më njefti mua? Jam mësuar me lujt. Tani, ato që kanë kaluar nuk duhet të ndodhin prap. Këtu, a ke ardhur me lujt? Po jo me lujt me ndjenja si që po lujt ti me ndjenja në valbun. Ndjenja nuk luaj. Ti. Fare. Ti po lujt. Kam qenë tepër i kujdesshëm atje. As pak. Mirë, vazhdo. Hidh balt mbi mua, po jam përpjek njerëz dhe burra shteti më të fortë se ty. Dhe kam dalur sërish në sipërfaqe, sepse është mësuar e vërteta. Tani, po sa mbush mendjen ty, ç'më duhet mua se mbush mendjen ty, mbush mendjen publikut valla. Tani për pjesën tjetër, unë nuk du me të fol për ato tuja, si ja ke dalë, me këtë s'po ja del dot. Po. Se kjo po vazhdon e njëjta e shkreta, gjithmonë dhe ti po i njëjti. Çfarë dëshiron ti? Dhe ti po i njëjti dhe dëshiron ti? Dëshiroj që ta shoh lumtur pak më shumë këtë vajzë, duke dedikuar ti kohën tonë. Atë diull dhe Valbona. Jo, do më diktosh ti mua. Jo, do më diktosh ti mua se ç'do bëj. Dedikuj, jo diktim. Jo më nuk do më diktosh dedikimin. Atë po them, nuk do më diktosh dedikimin, të keqen. Unë. Jo pra. Si